Për Adriatik Lapajn, qa mendimi ke? Kujtohet se kam gjyqin javë tjetër. Ke gjyq me të? Po, më kanë... Do e rëzoj Edi Ramën Adriatik Lapajs? Shpresoj që këtë podcastin ta transmetojmë para se ta rëzoj. Ky vend ka shumë mashtruesa. Madje të gjithë kemi gënjur në situata të veçanta ose për të kaluar një ngërç. Por Tiku është tipiku një mashtruesi të pandrejshëm, një njeri që më fal që po e them, po do të ngordhi aty në bulevard i vetmuar. Ngordhja është në kuptimin simbolik, jo fizik. Se nuk dua të ngordhi sepse e pres në gjykatë bashkë me vjerin e vet. Më kanë kallëzuar, më kanë çuar në gjykatën civile, shkallës parë, për një artikull. Për shpifje. Se kam thënë vjerit Tikut, kriminal, ndërkohë që ka hequr vettingu për të korruptuar. Korrupsioni është vepër kriminale dhe mbiemërzimi natyrisht. Çfarë do të them një gjykatë si të korruptuar? Kështu që e pres në gjykatë, inshallah na dëgjon, inshallah ka bateri aty te kryeministria për Bajat, nuk e di. S'ja vlen më as së merresh tani me Tikun. Vjen keq për moshën e re, por njeri që dikur ishte vegël e Argitës në fakultet, e kishim mbreu për kryetar bashkie në Sarandë, pastaj dështoi, hodhte dyn një pateric e kalbur që s'ka as bazament as ardhme. Kështu që është personazh grotesk nga ata të Fajkonicës, që nuk do i rezistoj kohës. Inshallah je Fajkonicën Tiku. Ka lexuar në një... Ai patjetër, besoj që edhe e njeh se janë inspiruar politikanët nga Fajkonica dhe Panoti. Se njeh thua? Shikoj atë oratorin, shikoj fjalët që përdorin, figurat letrare, mungesën e theksuar. Lexojnë Machiavellin atë princin që është ai libri i holl, dhe aq mjafton në inteligjencën artificiale, zinda përdorin, ai ke parë çunin e Fariu dhe se Albana Vokshin apo këta mysifetë. Që u del me atë tekstin poshtë nëse ke pyetje tjetër, po. Pra, nuk din as sa editojnë, a kupton ndonjë çfarë niveli?